Meditoni pra rreth krijesave të Allahut e mos meditoni, mos mendoni rreth vetë Allahu xhaleshanu, rreth qenies së Allahu xhaleshanu, sepse nuk keni me pas mundësi me një fjalë me identifiku. Lidhja mes robit dhe Zotit është lidhje e drejt për drejt. Ne ngrisim durët dhe lusim Allahun xhaleshanu drejt për drejt. Se ai ka kriju qiellrat dhe tokën. Po ashtu, nëse i pyet ata se kush ka kriju qiellin dhe tokën, kanë me thonë Allahu xhaleshanu i ka kriju. Ata me gjithë ekzistimin e Zotit, me gjithë pranimin e Zotit një, me gjithë ekzistimin e Zotit një, ata i kanë bërë shirk, i kanë shoqëru ati në ibadet. Në falëndërimet tona të panumër të qofshin për Allahun dhul xhelal, edhe salatet e selamet tona të shumë të qofshin mbi më të zgjedhurin e njerëzimit, Muhammedin alayhi salam, familjen e tij të pastër, shokët e tij të ndershëm dhe mbi gjithë ata që ndjekun rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vëllezër dhe motra, jemi në hutbën e tretë të temës që jemi duke folë rreth imanit, rreth besimit, tauhidit, ajo që kemi thënë se duhet qenë preokupim i secilit prej nesh, edhe atë preokupim i përditshëm. Në xhuman e kaluar kemi folë rreth asaj se imani i ynë që e bartim në gjoksat tonë nuk është i ngurt, nuk është çështje statike, por ai lëviz me ne, ai me një fjalë shtohet edhe paksohet, apo forcohet edhe dobësohet. Por a thu se si duhet më shkurt të realizu imani në veten tonë? A është çështje vetëm e dëshmisë, apo është aspekt i cili ka të bën para dëshmisë me aspektin e njohjes, edhe dijes, njohjes se çka është me një fjalë iman, çka është tauhid, njëshmëri e Allahu xhaleshanuhu, dhe si duhet kuptu edhe besu çdo njeri besimtar me një fjalë aspektin e imanit edhe tauhidit në Islam. Nuk ka dyshim se Islami nuk kërkon prej ne që ne të jemi ata të cilët vetëm flasim diçka që nuk kuptojmë, por kërkon prej nesh që gjithçka që shqiptojmë me gjuhë, gjithçka që dojmë me pas bindje tonën, së pari me e studiu edhe me e njoft atë. Madje edhe është imperativ në Kur'an, ku Allahu xhaleshanuhu porosit Muhammedin alayhis salam, po edhe gjithë neve, edhe thot fa'lam annahu la ilaha illa Allah. Dije me një fjalë, studio, hulumto, kupto e thellë, bindshëm se nuk ekziston zot tjetër që meriton të adurohet pos Allahu xhaleshanuhu. Nuk po thot vetëm thuaj la ilaha illa Allah, vetëm thuaj la ilaha illa Allah, se nuk ka zot tjetër pos Allahu xhaleshanuhu. Po thot dije, studio, kupto e thellësisht se nuk ekziston zot tjetër që meriton të adhurohet pos Allahu xhaleshanuhu. Në këtë aspekt e dim se pejgamberi alayhis salam në hadithin që e transmeton Muslimi edhe Imam Ahmedi, po ashtu ka thënë men mate wa huwa ya'lam annahu la ilaha illa Allah dakhala al-janna. Thot kush vdes e ai e din me një fjalë, duke e ditë se nuk ka zot tjetër që meriton të adhurohet pos Allahu xhaleshanuhu, thot ai do të hyjë në xhennet. Besoj se keni pas rastin me ndëgju edhe një rivajet tjetër në të cilin thuhet kush thot la ilaha illa Allah do të hyjë në xhennet. Por edhe rivajetet të tjera të cilat kanë të bojnë me këtë tematik, të gjitha që flasin duhet ditë se kuptimi i tyre i vërtet është në bazë dohet edhe ajeteve, po edhe në bazë të rivajeteve të shumta që flasin në këtë aspekt, se në të gjitha thuja ceket çështja e dijes. Kush vdes duke e ditë, duke e njoft, duke qenë me një fjalë i bindur se nuk ka zot tjetër që meriton të adhurohet pos Allahu xhaleshanu, ai do të hyjë në xhennet. Kështu po thot pejgamberi alayhis salam. Prandaj nëse këtë e kemi parasysh, atëherë neve jo sikur tek të tjerat religione me i quajt apo diçka tjetër,
por tek ne në islam në fejnë tonë, pra kërkohet së pari njohja. Pa e njoft një diçkafin neve s'ke mundësi atë as me e dasht, as me e urrejt. Por kur ne e njohim të keqen, edhe e urrejm. Por në tjetën kohë, kur e njohim të mirën, kur e njohim të vërtetën, kur e njohim hakun, neve edhe e dojmë, edhe e besojmë në të njëjtën kohë. E madje edhe në bazë të shkallës së njohjes, do tjetë edhe shkalla e dashurisë ndaj diçkafit, në këtë rast edhe ndaj Allahu xhaleshanuhu. Në bazë të njohjes së Allahu xhaleshanuhu do tjetë shkalla e bindjes, edhe e besimit, edhe e imanit, e asaj që kemi thonë qysh në fillim se nuk është çështje e ngurtë, po dallojka. Pas ka çështje thot të imanit, i cili është bindje edhe inshallah bi'idhnillah, po ka flajt në zemër si besim, si bindje, por ka iman që është me një fjalë me voltazhe, kemi qujt nëse kemi drejt, shumë të lartë e të fuqishme, po ka edhe që është edhe i dopt. Prandaj për me qenë ata të cilët do t'jemi në nivel të kësaj teme, në nivel të këtij preokupimi madhor, është e udhës që ne me njoft pra imanin, me njoft tauhidin, me lexu, me ju kthy Kur'anit, me ju kthy Sunetit, me ju kthy asaj çka kanë folë dhe çka kanë shkruar dietarët, për ta ditë do thotë se çka qenë ka ky iman jonë, çka është tauhidi, njëshmëria e Allahu xhaleshanuhu, si duhet besu pra njëshmërinë e Allahu xhaleshanuhu. Nëse ne i kthehemi literaturës tonë që ka të bënë me akiden tonë, e hasim se ulemaja çështjen e tauhidit, njëshmërisë, se si duhet u njësu Allahu xhaleshanuhu, e ka nda në 3 lloje, edhe pse ka edhe mendime të tjera, edhe në 2, edhe në 4 lloje, por të gjitha këto, disa që e ndajnë në 2, faktisht të tretin e shtin brenda tij, disa që e ndajnë në 4, më shkurt i bëjnë disa edhe ndarje pak më detale. Por ajo që mendoj se i shkon e udhës secili prej nesh me ditë është se tauhidi, njëshmëria Allahu xhaleshanuhu prandohet në 3 grupe, e që është tauhidul uluhije, tauhidul rububije edhe tauhidul esma wa sifat. Njësimi i Allahu xhaleshanuhu në uluhijetin e tij, me një fjalë, njësimi i Allahu xhaleshanuhu në ibadet, në adhurim të tij. Ne e veçojmë me një fjalë Allahun xhaleshanuhu në ibadet, edhe nuk i bëjmë shok asken. Po edhe në të njëjtën kohë ne e veçojmë Allahun xhaleshanuhu në zotësinë e tij rububie, se ai është me një fjalë i plot fuqishëm, se vetëm ai krijon, se vetëm ai jep jetë, se ai jep me një fjalë rrezik, e kështu me radhë. Krejt këto kanë bëjnë me tauhidin e Allahu xhaleshanuhu, që me një fjalë po ashtu është veçori vetëm e tij, as kujt tjetër. Po edhe i ka emrat e tij të bukur dhe cilësitë e larta, në të cilat kuptohet se nuk i përngjan kush, lejse kemithlihi shay, nuk ka dohet diçka që i përngjan Allahu xhaleshanuhu në asnjë aspekt. Prandaj kur o fjala tek tauhidi i parë që duhet njohur pra secili prej nesh, e që ne thojmë se Allahu xhaleshanuhu është një që i vetmi që meriton adhurimin ton, e që ky adhurim e dim do thotë se ka të bën me tër jetën ton, por ne fillimisht e dim se kur o fjala për këtë lloj të tauhidit, për ta realizuar si duhet në ne, edhe për të qenë ata të cilët e fitojmë epitetin e muslimanit edhe besimtarit, e fitojmë vetëm me këte kur ne me një fjalë e njohim së pari, po edhe vetëm Allahun xhaleshanuhu e adhurojmë, vetëm për te bëjmë sejdë, vetëm për te me një fjalë falim namaz, vetëm për te agjerojmë, vetëm për te therrim kurban, për asken tjetër. Gjëra këto të cilat për fat të keq e dim, vetëm prej ti ndihmë kërkojmë. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, vetëm ty të adhurojmë dhe vetëm prej teje ndihmë kërkojmë vazhdimisht në namazet tona, në elhamin ton, e lexojmë për çdo ditë. Krejt këto aspekte pra kanë të bëjnë me këtë lloj të tauhidit, që edhe dietarët e kanë quajtur edhe tauhidul ibade, njëshmëria e Allahu xhaleshanuhu në ibadet, se me një fjalë neve nuk i bëjmë shok Allahu xhaleshanuhu në ibadet. Edhe prandaj
ky lloj tauhidi është ai i cili e dallon këtë ummet nga të tjerët. Ndërsa tauhidur rububie, njëshmëria Allahu xhaleshanu në zotësinë e tij, me e quajtur kështu, ajo ka të bënë me atë se vetëm Allahu është Zot me një fjalë i plotfuqishëm, se vetëm Allahu krijon, se vetëm ai jep jetë, ai e ka kriju gjithësinë, ai ka kriju qiellrat e tokën e kështu me radhë. Por ky lloj tauhidi është interesant, edhe pse edhe këtë lloj sot kemi prej mushrikëve bashkëkohor që ndoshta e mohojnë, por realiteti është se edhe sot, po edhe dje, e madje edhe kur është fjala për mushrikët e Mekës, Kurani neve na njofton se këtë lloj të tauhidit nuk e kanë mohu as mushrikët e Mekës, por ky lloj i tauhidit nuk i ka bërë ata musliman, nuk i ka bërë ata me qenë besimtar. Nëse i pyet ata, thot Allahu në surën Zukhruf, la in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah. Nëse i pyet ata se kush i ka kriju ata, për mushrikët e Mekës është fjala në këtë ajet, thot ata do thonë se Allahu na ka kriju. Se ai i ka kriju, se ai krijon gjithçka, as mushrikët e Mekës këtë se kanë mohu. Se ai ka kriju qiellrat edhe tokën, po ashtu, nëse i pyet ata se kush ka kriju qiellin e tokën, kanë më thonë Allahu xhaleshanu i ka kriju. Kush jep jetë, kush jep rrezik. Këto aspekte pra ne e dim që nuk i kanë mohuar pra Kurani, po na njofton as mushrikët e Mekës. Por problemi tek ta ka qenë se çka ata me gjithë ekzistimin e Zotit, me gjithë pranimin e Zotit një, me gjithë ekzistimin e Zotit një, ata i kanë bërë shirk, i kanë shoqëru ati në ibadet. Edhe madje në momente kur janë pyet se pse po e bëni një gjë të tillë, përderisa po thoni se Zoti është krijues, se Allahu një është ai që ka krijuar gjithçka, ai jep jetë, ai jep rrezikun, furnizimin e kështu me radhë. Përderisa këto e keni të qartë, atëherë pse po i bëni shirk atij? Ata kanë thonë edhe në arsyetu li uqarribuna ila Allahi zulfa. Me një fjalë na përmes tyne idhujve, e putave, e gjërave të ndryshme të cilat i kanë adhuru, kanë thonë na po i adhurojmë përmes tyne mu afru tek Zoti i vërtet. Se s'po kanë mundësi dhët drejt për së drejti, apo së dhët shirket bashkohore të ndryshme të cilat vërtet mendojnë se me ndërmjetësime caktune duhet na me mritje të Zotit. Jo, Allahu xhaleshanu ka dashur edhe na ka informu me Kur'an edhe me sunnet pejgamberit alayhis salam se besimtari e ka lidhjen e drejt për drejt me Allahun xhaleshanu. S'kena nevojë neve me na ndërmjetësu as ndaj sheh, as ndaj evlia, as hoxh, as melek, as kush tjetër. Lidhja mes robit dhe Zotit është lidhje e drejt për drejt. Ne i ngrisim durët edhe lusim Allahun xhaleshanu drejt për drejti. S'kena nevojë dhët përmes filanit e tjetrit, përmes idhujve, gjana e sen, cilat pra kjo ka qenë edhe problemi pra i mushrikëve. Kjo është ajo që edhe i ka bërë që ata me qenë dhët në rrugë të gabune. Me gjithë pranimin e Zotit se ai ekziston, ata i kanë bërë shirk, i kanë bërë shoq atij në adhurim, idhuj të ndryshme e gjëra të ndryshme. Për atë është interesant që këtë lloj të tauhidit edhe sot po them me shumicë të njerëzve neve e gjejmi që e kanë njerëzit. Këndo që ta pysh sot në rrugë, me këndo që të flasim sot, kush na ka kriju? Zoti na ka kriju. Ai është i gjithfuqishëm, ai ka kriju gjithësinë, ai është me një fjalë që neve na furnizon, ai neve na jep evlad, ai këtë, ai, domthonë në këto aspekte me masën kudo që të flasim, po mira pe e beson ti që te, a je i bindur në këtë që apo e flet? Me shumicë njerëzve i gjenë që këtë nuk e mohon askush. Të paktën janë ata të cilët vërtet mujna mohon se janë ateista, që s'beson fare. Këtë lloj besimin përgjithësi e gjojnë te njerëzit. Po problemi është tek tauhidul uluhiyye, njëshmëria e Allahut në ibadet, në adhurim. Në atë që me ditë se nëse ai po ekzistoj ka, nëse ai qenë ka furnizuesi yni, nëse ai me një fjalë neve na ka furnizuar me dhunti e të mira prej më të ndryshmeve, e të cilat po na njofton vetë Kur'an, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, nëse ju edhe mundohni me i numru të mirat e Allahu xhaleshanu, dhuntit që ju ka ofruar, që ju ka mundsuar juve, nuk keni me pas mundësi me i numru ato. Nëse është kjo kështu,
A ka mundësi me pas kuptim që ajo që më thonë, po, unë pe besoje, jam besimtari i fort, bind që më besoj në Zotin, vetëm se në aspekt me i quna e herë durt, me bo në i sejdë një herë për te, me falenderu ate, me falë në namaz ate për te, me agjeru, e me këte, e me frej kurban, e me dhonë zeqati, me kry haqë, e me qenë njeri human, me janë gjitë dorën tjetët, e kështu me ronë, ja këto, me këto unë e smirna. To tjerë, do të ta në gjamija, sa në skemi, po veç unë me besoj. Dhe më honë, këtë besimin e mushrikëve të Mekës e kam unë. Veç kura fjala për atë se do thotë, po pe besoj që ai po na furnizoj ka. Ai me një fjalë pas kim borxhet më dhon ndaj tij. Po a thu ai s'meriton atëherë me pas edhe këtë tauhidin tjetër ne, këtë tauhidin I cili pra na obligon që ne me dallun nga të tjerët. E ajo është tauhidi I falënderimit. Tauhidi më në fjalë I ibadetit, I adhurimit, I cili neve na dallon pra nga të tjerët. Pa e pas edhe tauhidul uluhije me unjësu Allahun në ibadet, po edhe konkret me adhuru, edhe me I kry obligimet tona, ne nuk kemi mundësi me u llogarit se jemi ummeti Islam, apo se jemi musliman me plot kuptimin e fjalës. Prandaj duhet pas parasysh se tauhidi I parë, tauhidul uluhije e përfshin në vetveten edhe tauhidin e dytë që është rububie, por nuk është e kundërta. Pas ka mundësi me pas dikush tauhidul rububie, tauhidin e zotësisë së Allahu xhaleshanu. Me një fjalë besojmë se ai është I gjithfuqishëm, se ai është me një fjalë I gjithpushtetshëm, se ai është posedues I gjithçkafit, El Malik. Gjithçka posedon Allahu xhaleshanu, gjithçka është e tij. Këtë to unë s'pi mohoj. Por ky lloj tauhidi nuk qenë ka I mjaftueshëm, sepse duhet pa tjetër pas dhe të parin. Kush e ka të parin, do ta ketë bindin edhe dytin, se nuk vjen dej te adhurimi I Allahut, nuk vjen dej te falënderimi I tij pa e pas mas parin njohën, pa e ditë se ai është I gjithpushtetshëm, se ai meriton falënderim, se ai meriton me një fjalë të adhurohet kështu me radhë. Pa u detajzuar shumë edhe pa u zgjeruar shumë. Kur o fjala për llojin e tretë, do të me besu Allahun edhe me unjësu në emrat e tij të bukur edhe cilësitë e larta të tij, duhet ditë se po. Edhe ky lloj tauhidi është I domosdoshëm për me qenë me një fjalë besimi jon I shëndosh, imani jon, tauhidi jon me qenë I kompletuar, duhet ditë se Allahu xhaleshanu ka emrat e tij të bukur. Edhe I ka cilësitë e tij të larta. Edhe në to me një fjalë nuk barazohet askush me te, e as që lejohet as krahasimi me te. Mëshir I mëshirshëm, Ar-Rahman, Ar-Rahim, që e përmendëm, që lexojmë për çdo ditë, pe cilësive të Allahu xhaleshanu, por atë që ai posedon nuk e posedon askush. Ne kemi një pjesë të mëshirës, por ajo që I posedon Allahu xhaleshanu nuk krahasohet pra me atë që na posedojmë, do të pas kujdes. Çështja thot e cilësive të tij, dohon neve duhet me di, duhet me I besu ashtu si na kanë ardhur në Kur'an, edhe si na kanë ardhur në sunnet të pejgamberit alayhis salam. Por nuk është e udhës me hyrë në komentimin e tyre. Neve nuk hym në komentimin e tyre, por I besojmë ashtu qysh Allahu xhaleshanu na ka njoftuar me to. Na ka njoftuar se po, edhe Allahu dhe pejgamberi alayhis salam, se Allahu xhaleshanu ka dorë. Ne besojmë se Allahu xhaleshanu ka dorë, por kur nuk thuhemi si dora jonë. Astaghfirullah. Yadullahi ma'al jamaa, dora Allahut është me xhamatin, po pejgamberi alayhis salam. Kush I përmbahet xhamatit, dora Allahut është me te. Jo unë me komentu, jo është fjala për forcën, jo për fuqinë, jo për këtë, jo për dohon, për kacine me ty, me atë, me këtë gjana të cilat nuk kemi nevojë dohet me hy. Është e udhës mos me hy në komentim të tyre, por me I besu ashtu si na njofton pra Allahu, si na kanë njoftuar pejgamberi alayhis salam, edhe prandaj nëse këto tri lloje I kemi parasysh edhe I realizojmë në veten tonë, atëherë do të jemi edhe në përputhje të asaj që edhe pejgamberi alayhis salam ka porosit në hadithin që e transmeton Ebu Shekhi nga Ibn Abbas radhiyallahu anhu, kur thot: "Tafakkaru fi khalqillahi wa la tatafakkaru fi Allah, fa innakum la taqdiruna qadra." Thot, meditoni me një fjalë dhe mendoni ju në krijesat e Allahu xhaleshanu. Kur ne mendojmë dhe meditojmë rreth asaj çka neve na rrethon, edhe gjithçka që me një fjalë ne shohim, edhe vasiones të tërës, kur ne meditojmë rreth këtë kësaj çka e shohim rreth vetes, s'kemi çare pa në përfundim se kemi të bëjmë thot me krijues të gjithfuqishëm. Se kemi të bëjmë thot me krijuesin I cili vërtet është I gjithpushtetshëm.
Sepse këtë kjo kreatur, këtë kjo vasion edhe gjithësi, pa dyshim se e thret njerën edhe gjithë shka që neve na rrethon, është ajo e cila vërtet neve na bën të mahnitemi. E madje vetvetja jonë, nëse ne kishim me meditu rreth vetvetes sonë, do të i vim në përfundim se vërtet Allahu xhaleshanu është ai që ka kriju. Prandaj edhe duke i pa krijesat e Allahut ne e kuptojmë madhështinë e krijuesit. Edhe pra ta meditoni pra rreth krijesave të Allahut e mos meditoni, mos mendoni rreth vet Allahu xhaleshanu, rreth qenjes së Allahu xhaleshanu, sepse nuk keni me pas mundësi me një fjalë me identifiku. S'keni me pas mundësi, thot, ju me llogarit, me pas parasysh atë se vërtet çfarë madhështie ka Allahu xhaleshanu, por e dim se është i plot fuqishëm, i gjithë pushtetshëm. Me një fjalë nuk ka ekzistu kush para ti e as që do të ekziston kush pas ti. Është çështje thotë që në këto aspekte duhet pra ne zgjidh problemin edhe atë gjithmonë duke lexuar, duke medituar, por jo kursesin rreth vetçënies së Allahu xhaleshanu. Inshallah po them Allahu xhaleshanu na bën prej atyre që pas të tjerave aspekte edhe mundohemi edhe me njoft edhe aspektin pra të tauhidit, edhe me besu, me besim të pastër të ehlusunetit, duke mos hy në komentime e gjëra të cilat për fat të kesh një mas nga një herë edhe po bin. Aqulu qawli hadha wa astaghfiru